Kjo familje tetantareshe 20 vite jeton në një bodrum në kushte jashtëzakonisht të mjerueshme. Andaj për t'ia lehtësuar sadopak dhimbjen, kjo familje ka nevojë për ndihmë dhe të shpresojmë se bamirësit do të solidarizohen dhe do të shprehin humanizmin e tyre, sepse të ndihmosh njerëzit me halle është vërtet mirësi e madhe. Skamja dhe problemet e shëndetit të familjarëve janë bërë bashkë në familjen Jahiu në lagjën Serav në Shkup. Por nuk janë të vetmet këto probleme që ndeshëm. Kjo familje jeton në këtë bodrum afërsisht 2 dekada. Familja Jahiu përbëhet nga 8 antar. Familjarët jetojnë në këto 2 dhoma dhe varfëria lexohet që në prag të shtëpisë. Ata jetojnë në këtë shtëpi ku dhomat janë të mbushura me sende të vjetra. Me lot ndërsy, zonja e shtëpisë thotë se ka të vështirë të heqë dorë nga gjërat e vjetra, edhe pse shumë prej tyre nuk hyjnë në shërbim, sepse nuk ka shpresë se mund t'i zëvendësoj me gjërat e reja. Të dërmuar nga ndodhit e së kaluarës, mundohen të bëjnë të njohur për publikun historinë e jetës së tyre. Prej 1 muaj kur ju bënët martesë, u martuat bashorti juaj Usamur, bëjt tani? Prej çfarë Usamur? Qashtu vetë për vetë. Por me gjithat keni përjetu edhe gzim në jetën tuaj, me që keni sjell në jetë e fëmijë. Po. Mund t'i përshkruani ato momente kur u bënët në herë të parë si ishte? Këtë me 2-3, jo si qëta. A ju ka ndihmuar dikush ndonjëherë? Shoqatat humanitare, kush që ka ndihmuar? Nuk kina thonë që. Ku se ha dëshnoshët, dikush qëtaj një rape kishin pranë me haje për ne, mos e dina kush. Kryefamiljari Isniu ka qenë njeri punëtor. Ai 20 vite ka punuar në tregun e Gjelbërt, madje deri para 10 vitesh ka pasur edhe një biznes të vogël familjar me shitblerjen e bebelinave për fëmijë. Por sëmundja e epilepsisë, që tashmë e vuan 10 vite me radhë, ka bërë edhe shkëputjen e tij edhe nga biznesi, por edhe nga çdo gjë tjetër. Që i thëshim të mund, e bënë përëci, si dulmajrë, e bënë një doktor Gabi. E në mësë imbet krajtë është. Në krajë o operacion? Po, në kam, në bashkë të vetë në kam. Aktualisht ku jemi, kjo është hipodrome, kemi pas dyqan. Që të shtonë, vetë që kitë ka qajtën e kena pas dyqan, se e pa që nuk shkon, ku se këtonë. Qëfar keni shqitë aty? Pëm pasa, kërpet lakë, ta që është. Ma se dikur, më shetë këtë si usë në shumë. Pëm bërë? Usë më bërë jemë shumë. Si kur të mos ju mjaftonin vuajtjet, në derë ju trokiti edhe një halë atyre. Para pak muajsh, ju shtua edhe një breng, mësuan edhe për sëmundjen e mbesës 13 muajshe Eldës, ku e njëjta vuan nga epilepsia e trashëguar nga gjyshi. Për t'ia lehtësuar sadopak të dhimbje të madhe, t'ju shtrim dorën duke ju treguar se ne jemi kthyer në një tren që udhëton në shinat e varfërisë dhe skamjes dhe që në vagonat e tij ka plot shpresë, solidaritet dhe humanizëm që mbledh secilin prej nesh. Të bëhesh pjesë e zgjidhjeve të hallëve të njerëzve është vërtet mirësi e madhe. Të ndihmosh nevojtarët është obligim për të gjithë ne.